Në një ceremoni solemne të mbajtur në ambientet e Hotel Kërçova, shoqata e Shurmemecëve krentoi 60 vjetorin e themelimit të saj. Ky jubileu shënua në prani të antarëve të shoqatës, përfaqësuesve institucional dhe mysafirëve të tjerë. Kryetari i shoqatës në Kërçov, Force Aceski, në fjalën e rastit, përshkroi historikun e shoqatës, sfidat dhe arritjet përgjatë 6 dekadave të ekzistencës. Ai vlerësoi përkushtimin e antarëve dhe mbështetjen që shoqata ka marrë ndër vite nga komuna e Kërçovës. Združenie to Kičevo je najstarija invalidska organizacija registrirana na opština Kičevo. Imeno združението na Naglovi za prvi put je formirano na 5. juni 1965 godina. Shoqata është një ndër organizatat e para të regjistruara si organizat në Kërçov. Kjo shoqatë është e formuar më 5 qershor të vitit 1965 si organizat komunale në Kërçov. Shoqata sot numëron 260 antarë dhe është pjesë e shoqatës nacionale të Shurmemecëve dhe në mënyrë aktive japim kontribut në të gjitha aktivitetet e kësaj shoqate. Ta ndër të tjerat kryetari i shoqatës së Shurmemecëve në Kërçov, Force Aceski. Në emër të komunës së Kërçovës, Arben Ristemi përgëzoi shoqatën për përvjetorin dhe theksoi se komuna ka qenë gjithmonë pranë kësaj kategorie qytetarësh dhe do të vazhdojë ta mbështesë shoqatën në çdo nevojë që ka ajo. Koristam možnosta da ve pozdravam site, u ime na opština Kičevo, u ime na gradonačelnikut Fatmir Dehari. Shfrytëzoi rastin që përshëndes në emër të komunës së Kërçovës dhe në emër të kryetarit Fatmir Dehari. Komuna e Kërçovës ka qenë dhe do të jetë e hapur për të gjithë ju për nevojat tuaja, konkretisht edhe për nevojat e kësaj shoqate. Ju uroj për këtë përvjetor jubilar me dëshirën që të festojmë së bashku edhe shumë përvjetore të tjera, tha Arben Ristemi nga komuna e Kërçovës. Ndërsa Tomica Stojanovski, kryetari i shoqatës së Shurmemecëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, theksoi rëndësinë jetike që kanë këto shoqata për persona me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe të folur. Aktiviteti u mbyll me shpërndarjen e mirënjohjeve nga ana e kryetarit të kësaj shoqate për institucionet për bashkëpunimin dhe mbështetjen për zhvillimin e kësaj kategorie njerëzish.